Të nderuar kolegë deputet, veçanërisht në këtë procedurë parlamentare, duhet patur parasysh edhe impakti që do të kishte mosdhënia eventuale e autorizimit si pakesës së prokurorisë, që do të përbënte rastin e parë në historinë e parlamentit që pas fillimit të funksionimit të prokurorisë së posaçme, krijuar si një organ i specializuar për të luftuar fenomenin e pandëshkueshmërisë në radhë zyrtarëve të lartë. Në një version të tillë, do të rezultonte se, së pari, mbajtja apo ruajtja e një imuniteti të tillë në vetvete është një cënim i parimit kushtetues të barazisë përpara ligjit, i cili është thelbi i vetë shtetit të së drejtës. Maksima, sado lart që ti të jesh, ligji është gjithnjë mbi ty, përmbyse duke shndërruar nëse je antar i parlamentit, i këshillit të ministrave, nëse ke mbështetjen e Edi Ramës, ligji nuk mund të të prek. Ky do të ishte sinjali më i rëndë dhe më i gabuar që parlamenti, kurse si nuk duhet të emetoj ndaj qytetarëve të tij. Atyre që na përfaqësojnë, atyre që sot na ndjekin, atyre që kanë patur interesin ta ndjekin me dyert të hapura punimet e Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin, si një çështje interesi publik të lartë, por që në mënyrë të kundërligjshme u mbajtën të mbyllura, atyre që presin se si ne sot, ashtu siç përcaktohet nga Kushtetuta, do të votojmë me votim të hapur. Qytetarët që na përfaqësojnë duhet patjetër të kuptojnë pse ky parlament do të votojë në një mënyrë ose një tjetër, pse përfaqësuesit e tij, kur nuk ekziston asnjë kusht për mosheqjen e imunitetit, që kërkojnë që kushdo nga deputetët të jap, apo dhe ministra, edhe kryeministri, të jap llogari përpara ligjit për krimet që kryen në ushtrimin e detyrës, në mënyrë të veçantë korrupsionit, të shkojë përpara drejtësisë dhe jo të mbrohet këtu me korrac të imunitetit parlamentar të majorancës. Së dyti, vetë rregullat e imunitetit në thelbin e tyre kanë potencialin e madh që të keq përdoren nga deputetët dhe të shndërrohen prej tyre në një stre për të mbrojtur nga shkelja e ligjit. Dhe kjo është ajo që mund të fillojë të ndodhë sot. Një vendimarrje e tillë do të shërbente si një incentiv për të tërhequr në strehën e parlamentit njerëz me rekorde kriminale. Ka ndodhur një herë këtu. Jemi detyruar të bëjmë një ligj me 3 pestat, ligjin e dekriminalizimit, të ndryshojmë kushtetutën për këtë. Po sot hapet rruga që të fillojë përsëri dhe ky parlament jetë përsëri strehë kriminalësh. Kjo është plagë e madhe, akoma shumë e freskët dhe aktuale e politikës shqiptare. Së treti, rregullat e imunitetit në vetvete dhe për më shumë akoma një vendimarrje për mbajtjen e imunitetit në rastin konkret do të minonte besimin e publikut tek parlamenti si institucion dhe do të krijonte përçmim për politikën, politikanët dhe vetë sistemin politik. Kuvendi, pas një dilemë, duhet miratoj dhënien e autorizimit se vetëm në këtë mënyrë secili prej deputetëve veçmas, por dhe kuvendi si një i tërë tregon standardin më të lartë të sjelljes etike dhe bëhet model për të tërhequr në mjedisin politik njerëz të rinj dhe me vlera. Kjo është detyra jonë, t'i përfaqësojmë ata që po na shohin, të gjithë ata 4.7 milion shqiptarë, për cilëve më pak se gjysma jetojnë këtu, po të tjerët na ndjekin nga atje ku janë detyruar të emigrojnë. Kjo është detyra jonë, drejtësinë e vendos sistemi gjyqësor. Së katërti, nëse kuvendi voton për mbajtjen e imunitetit dhe për pengimin e drejtësisë, ky veprim do të ishte goditja më energjike ndaj shpresës së publikut dhe aksionit politik brenda dhe jashtë vendit për reformën drejtësi dhe luftën kundër pandëshkueshmërisë, si themel edhe i rrugtimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Madje nuk është opsionale. Ne nuk kemi rrugë tjetër në këtë shteg që duhet ndjekim patjetër drejt Bashkimit Evropian. Së pesti, mbajtja e imunitetit nga kuvendi në rastin konkret tregon haptazi
mungesë vullneti politik për të luftuar korrupsionin, jo vetëm deputetëve, po mbi të gjitha të ministrave dhe të kryeministrit dhe të kujdo zyrtari tjetër të veshur me imunitet, dhe rrjedhimisht përbën një hap pas në rrugën e integrimit evropian të Shqipërisë. Në këtë mënyrë, Kuvendi do të godas fort pritshmëritë dhe përpjekjet e shoqërisë shqiptare për t'u bashkuar familjes europiane, e cila na ka vënë ndër të tjera edhe kushtin për luftën me zero tolerancë kundër korrupsionit. Të nderuar deputet, përfundimisht dëshirojmë të evidentojmë se në shqyrtimin e kërkesës së prokurorisë duhet të mbështetemi në ruajtjen e interesit publik, në nxitjen e luftës kundër korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin, në mbrojtjen e reputacionit parlamentit, në mospengimin e drejtësisë, në mosndërhyrjen në kompetencat e sistemit drejtësisë dhe në dhënien e mundësisë deputetit, të cilit i kërkohet heqja e imunitetit, që të pastrojë figurën politike në mënyrë të padyshimtë nga një autoritet i pavarur dhe i paanshëm, siç është sistemi i drejtësisë, duke respektuar parimin e barazisë përpara ligjit. Interes për akses në drejtësi nuk ka vetëm deputetja, po kanë të gjithë qytetarët e Shqipërisë për dëmin që prokuroria ka hetuar, ka gjetur dhe është e gatshme me prova të shkojë përpara. Aksesi në drejtësi nuk duhet të pengohet, jo vetëm deputetës duke penguar këtu, por edhe gjithë shqiptarëve të cilët e kanë këtë drejtë duhen të marrin vesh cila është e vërteta dhe të bëhet drejtësi. Kush është fajtor, le të marrë 35 vite. Kjo arrihet vetëm nëse përmbushet rekomandimi për dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për arrestimin, heqjen e lirisë nëpërmjet zëvendësimit të masës sigurimit nga ajo e ndalimit të daljes jashtë shtetit e parashikuar nga neni 233 i Kodit Procedurës Penale dhe pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimit publik e parashikuar nga neni 242 i Kodit Procedurës Penale, pra zëvendësim në atë me arrest në burg apo në shtëpi për deputeten Belinda Balluku në kuadër të procedimit penal numër 136 të vitit 2025, ku ajo është marrë si e pandehur dhe person nën hetim për shkak se dyshohet se ka kryer në mënyrë të përsëritur dhe në bashkëpunim veprën penale shkelja barazisë së pjesëmarrësve në tendra apo ankande publike, parashikuar nga në 258-225 Kodit Penal. Në të kundërt, përmes mos miratimit të rekomandimit, siç është bërë tashmë publike nga qëndrimi i grupit parlamentar të mazhorancës socialiste, dhe të kemi ende kohën për dëgjuar nëse ka ndryshim, cënohet interesi, pra me propozimin për mosheqjen e imunitetit, cënohet interesi publik, dekurajohet lufta kundër korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin, dëmtohet reputacioni i parlamentit, të gjithë do fillojnë ta shohim si korrat që mbron krimin dhe korrupsionin, pengohet drejtësia dhe Kuvendi shndërrohet në muroj politike, në mbrojtje të zyrtarëve të lartë korruptuar, ndërhyjet në kompetencat e sistemit drejtësisë si dhe cënohet parimi i barazisë para ligjit. Bashkëlidhur kësaj shkrese ne kemi paraqitur edhe raportin e plot, është i përbërë prej 48 faqesh i 5 antarëve të Këshillit Rregullores të Mandateve përfaqësues të pakicës parlamentare. Kemi një numër dokumentacioni tjetër të bashkëlidhur që të dorëzuar në Kuvend dhe në përfundim ripërsëris. Ne 5 antarët e Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin që përfaqësojmë pakicën parlamentare në këtë Këshill, rekomandojmë të votohet pro për miratimin e kërkesës numër 443-019 protokoll datë 16 dhjetor 2025 prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke vendosur dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për heqjen e imunitetit për deputeten Belinda Balluku. Siç e thash, ky është raporti, është i depozituar, ju e keni në dorë, tani është